prindit. Dhe të dish se nuk do të shohësh më në këtë botë. Por dije, o zemre lënduar, prindrit e tuve për mirë dhe besimtar nuk janë humbur. Ata janë tek Zoti i tyre. Profeti Muhammed a.s. ka thënë, kur një njeri vdes, veprat i ndërpriten, përveç fëmijës së mirë që lutet për të. Ti je drita që u ndriçon varrin. Ti je lutja që u sjell mëshirë. Dhe kur të vi dita e takimit, ata do të jenë aty me buzëqeshje të pafundme, duke thënë, mirë se erdhe, e vlati jon. Tani nuk ka më ndarje. Durimi yt sot është dera drejt xhenetit nesër. Dhe Allahu nuk harron asnjë lot të derdhur me besim dhe durim.